Besimtarët Bektashian festuan 22 Marsin, ditën e Sultan Nevruzit, ditëlindjen e të madhit Imam Aliu në Qabe, në të cilën sipas legjendës çdo gjë ringjallërohet, lind shpresa e ringjalljes për njerëzimin. Kjo festë për Bektashit përfaqëson një ditë të shënuar dhe më të bekuar të vitit. Imam Aliu ka lindur me 22 Mars dhe është një nga shenjtorët më të mëdhenj të gjitha kohërave dhe i pari i 12 imamëve. Imam Aliu është një nga imamët e mëdhej i pajisur me një dituri të jashtëzakonshme. 22 Marsi konsiderohet nga besimtarët Bektashian një ditë e shenjtë. Sot kjo ditë përkon edhe me 31 vjetorin e rihapjes së kryegjykatës botërore Bektashiane, event ku mori pjesë edhe Nën Tereza. Në Shqipëri, dita e Novruzit u dekretua si festë kombëtare në vitin 1996. Sekti i Bektashinëve është i vendosur kryesisht në jug të vendit, ndërkohë që ai ka një shtrirje të konsiderueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë.